në studio në pjesën e tretë. Fillojmë fillimisht me mesazhin 90 sekondësh të Armand Xhulit, ka zënë vend në folkloren ton. Jam shumë kurioze të dëgjoj çfarë mesazhi do të ndaj sot me ne. Armand Xhuli, fjala është për ty. Nuk kam mesazh për të transmetuar, po do të transmetoj një gjë që më ka ndodhur ndër vite të shkuara. Kam pasur një shok nga Lushja, inxhinier. Sa herë vinte në Tiranë, vazhdonte shkollën këtu, kur na takonte që rinte me ne, se si jeni ju tiranësit, dhe ne e kalonim kështu se te me kishim më modern, më kështu. Vite më mbrapa, kur ai njeriu mbaroi shkollën, u emërua, u bë kuadri lart në ushtri e tjera, më thash, inxhinier, një natë, një mbrëmje të bukur në Tiranë që u takuam, e i thash sot si po dukemi ne tiranësit. A i qeshi dhe tha, dëgjoj, tha, unë e kam thënë gjithë një, tha, me atë të folurën e vetë që ishte dhe pak nga Lushnjë, e kam thënë gjithë një, tha, që ju, tha, se dua dhe ta imitojnë qik, që se si jeni ju tiranësit, tha, po e di pse ta kam thënë, tha, e të shumë, pse ma ke thënë, ju lexoni libra, tha. Ky ishte, do më thënë ishte një gjë që më bëri shumë përshtypje, mund këtë qenë diku mesi i viteve 80. Për atë njeriun, ne tiranësit ishim ndryshe, tiranësit, nuk është puna se ishim ne tiranësit, por ati kishte bërë përshtypje që ndër ne kishte njerëz që lexonin libra. Dhe mendoj që kush lexon libra ka të drejtën të ëndërrojë. Ëndrat nuk bëhen me sy mbyllur, ëndrat bëhen duke lexuar libra. Armand Xhuli, mesazh shumë i bukur, do ftoj të na bashkohesh, ndërkohë që tavolina jonë është mbushur me pjatat e shijshme që këtë herë vinë nga 3D Pizzeria dhe unë kam këtu administratorin Marinela Kurti. Mirë se erdhe Marinela. Faleminderit për këto pjata të shijshme që duket jenë pasta. Çfarë ke gatuar sot për ne? Cila është receta që sjell? Sot kemi prur një pastë të freskët, ravioli me ricota dhe spinaci. Kemi përgatitur një krem me djafra dhe me pak panna, dhe sipër i kemi vendosur një tartar me perimet e freskëta të stinës. Qartë, përbërësit ndërkohë jemi duke i parë në ekran, po, kemi ravioli të mbushura me gjizë dhe spinaq, me vaj ulliri të freskët, tartar që përbëhet me kungull, domate, borzilok, mente dhe fonduta me panna dhe parmigiano. Bukur. 3D Pizzeria, ne dim tashmë, mund ta themi dhe njëra adresën për gjithë teleshikuesit. Tek rruga Kongresi Manastirit, pranë spitaleve Nën Tereza. Ju mirëpresim. Jo, ndërçuar dhe aty është një kuzhinë fantastike që ju gatuani me shumë pasion. Kemi shoqëruar kuzhinë italiane me një verë të freskët Salentino. Nga Italia, sepse shoqërohet shumë mirë me këtë ravioli. Falenderoj shumë. Falenderit shumë që ishe me ne. Dhe gëzuar të gjithve për librin, për leximin. Unë ndërkohë, sepse ne kemi mbritur edhe në fund, kështu që ne do bëjmë një gëzuar bashkë, do të shijojmë pastat e shijshme që kemi në tavolinë dhe sigurisht do të vazhdojmë flasim për leximin edhe pse mungesa e kohës në fakt na detyron që ta ndërpresim bisedën para teleshikuesve, po jam e sigurt që biseda kaq e këndshme për librin do të vazhdoj edhe më pas me miqtan. Ju falenderoj shumë që ishit këtu, që kënaqësi që pata në studio. Faleminderit për mesazhet e bukura që dhat të vetvete, por edhe mesazhet mbi të gjitha për librin dhe leximin, rëndësinë e tij. Faleminderit, gëzuar. Faleminderit shumë që na ndoqët, të dashur miq, do takohemi së bashku të hënën fundjavë të bukur. Gëzuar.